Në kuadër të testimit të masave antiterrorizëm në portet shqiptare, në Sarandë u simulua një alarm për bombë në qendër të hapësirës portuale. Brenda pak minutash u testua reagimi i forcave të sigurisë, shërbimit zjarfikës dhe shërbimit të spitalit. Këto janë në përgjigje të masave shtesë që të gjithë strukturat duhet të marrin, që të krijojnë ambiente të sigurta në gjithë hapësirat portuale, por dhe më gjërë, sepse dihet që porti i Sarandës dhe gjithë portet janë hapësira ku përpunohen anije pasagjere, janë të gjithë operatorët detar dhe kjo është në funksion të krijimit të ambientit sigurt që njerëzit të gëzojnë të drejtën e ushtrimit të aktivitetet dhe të jenë sigurt. Ishte një skenar i përgatitur nga forcat e sigurisë në bashkëpunim me autoritetin shtetëror. Nuk ishin ndjeni për të skenar, por se portit vetëm dinin një që do bësh një ushtrim. Ishte ushtrimi i radhës. Ndërsa pasagerët e tjerë, e të gjithë operatorët e tjerë që janë këtu nuk kishte asnjë ide për këtë. Shefi i sigurisë në portin e Sarandës Arben Mensuri vlerësoi se për momentin ndodhe në nivelin e sigurisë numër 1.